Zonja dhe zotri, mirë prisni prezantuesin tuaj, Isli Islami. Mirëmbrëma të gjithëve. Duar trokitjet ashtu si që kemi marrë në gjithë këtë javë të fazës audicioneve, të njëjtën duar trokitje me po aq dashuri u jap juve që jeni përpara ekranit Vision Plus, jeni në laptopin tuaj, në smartphone-ët tuaj duke parë jo vetëm në Vision Plus, po edhe live streaming në kanalin zyrtar të YouTube të Albania's Got Talent, këtë puntat të 7 audicioneve që përkon dhe edhe me të fundit, sepse kemi arritur në fazën e fundit të audicioneve. Edhe për këtë dua një falendrim të madh për çdo që ka guxuar për t'ju afruar sadopak ëndrës së tij, ëndrës së saj, ëndrës së tyre, për t'u ngjitur në një skenë që është e madhe, për t'u ngjitur në një skenë që është dinjitoze dhe për t'u ngjitur në një skenë e cila të fal shumë. Ndonjëherë dhe s'të fal, sepse kemi përpara jurien ton, po ndonjëherë të fal shumë emocion mbi gjitha eksperiencë që është, le themi, nuk ka vlerë, është e paçmuar në këtë jetë. Ne edhe në artistit paktën. Mirëmbrëma juri son të nderuar. Mirëmbrëma. Elsa Lila, mirëmbrëma. Adelina Ismaili, mirëmbrëma. Castro Zizo, mirëmbrëma. Agron Vaka, mirëmbrëma. Të bukur, si gjithmonë, mua nuk më merret për bazë, sepse unë jam afeksionuar pas jush, ju dua shumë. Edhe ti je shumë i bukur, Isli. Elsa ka pas gjithmonë diçka të veçantë, ka pas shije. Bëj shaka, bëj shaka se më ka kapur frika me ju, bëj shaka. Shakaja nuk komenton. Gjysma e të vërtetë. O sa të mirë që jeni, do doja të vija t'ju puthja pak. Hajde. E lem se do mbushim gjysmëfinalet. E mbushim me performancë shumë. Nëse na kap pas 12-ta, e lem që unë vija t'ju afër jush. Të presim. Më prisni. Hajde. Por miq, ajo çfarë ju prisni janë audicionet e kësaj jave të 7. Kemi pasur Golden Buzzera, kemi pasur emocione, kemi pasur një larmi të jashtëzakonshme ndjesish. Ka pasur dhe konkurrentë që janë larguar duke qarë dhe këtë dua ta them për efekt transparence, në kuptimin konkursi ka gjitha, gara i ka gjitha, televizioni, të paktën ajo copës realiteti që ne duam të pasurojmë përmes këtij formati dhe kësaj patente i ka të gjitha gjërat. Kjo gjë nuk na ndalon, kush ndalon jurin që ka dhënë jot, mua jo e jo, po ideja është që jemi përpjekur të jemi të vërtet, ashtu siç ju na keni parë dhe siç na keni vlerësuar dhe kjo na bën realisht të jemi falendërues për gjithë mbështetjen. Mbështetja nuk përfundon këtu, edhe konkurrentët që ngjiten në këtë mbrëmje do kenë nevojë për mbështetjen tuaj. Mbi gjitha për t'u shpërndar, për t'i thënë njerëzve shikoni çfarë ndodh, shikoni sa talente ka, shikoni ky edicioni i dytë si po ja kalon të parit, se edhe kjo është një arritje për ne dhe na vjen shumë mirë. Dhe ashtu siç patenta Albania's Got Talent e kërkon, në javën e fundit audicioneve, jurin ton të nderuar e pret një seksion i veçantë nga ku do të përzidhen emrat e gjysmë finalistëve të këtij edicioni të dytë të Albania's Got Talent, që do thotë një punë edhe më e vështirë në këtë mbrëmje të audicioneve të fundit për të përzgjedhur cilët do të na shoqërojnë në netët gjysmë finale të këtij edicioni të dytë. A jeni gati, do të ishte pyetja ime për ju. Edhe jemi, edhe si jemi, edhe jemi, po edhe ose më saktë ne për këtë punë jemi. Ne për këtë punë jemi. Kështu e mbyllim. Mirë pra, gati për të shijuar një mbrëmje fantastike. Le të filloj festa. Never gotta ask why kind of love it's contagious. Hello, Albania Got Talent. Unë jam Luna dhe vin nga Kukësi. Isha 5 vjeçe dhe këndoja në shtëpi. Dhe mami postoi një video në Instagram dhe mësuesja muzikës sa, mas jam pak ta provoj. Zysha më tha që kam vesh absolut. Erdha për të provuar veten në Albania Got Talent. Kam shumë besim që do të fitoj zemrën e publikut dhe të jurisë. Sa emocione, Nuk e di a të kanë
ndodh të goditesh brenda fort nga një shkëndi e bukur dhe trisht. Sa të rrit edhe të lodh, reziston që ca lëshosh të jep ndjesin që nuk ka përfundim. Dua ta shaj peshën që nuk e bajtot, po më tërheq ajo s'fal, më bje që ta vras atë që s'mund ta taj, dhe më bën të ndjem e fal. Ka diçka më tjetër sot, brenda meje porën kon të ullë rast, t'ja fala po ta vras. Nuk e di si ta gjykoj, më lëndon por e turoj, e ka një shmim, kë pengi shpirtit tim. Dua ta shaj peshën që nuk e bajtot, po më tërheq ajo s'fal, më bje që ta vras atë që s'mund ta taj, dhe më bën të ndjem e fal. Ka gjithë të shtrirje, ka shumë shtrirje. Po, nota larti ka shumë të bukura. Shaj më bje që ta vras atë që s'mund ta taj, dhe më bën të ndjem me fal. Bravo Luna! Kam siklet tani. Dhonë shumë. Vokali yt është një vokal i mrekullueshëm, ke një vesh shumë të mirë, notat e larta janë të fuqishme, të intonuara, por kisha një pyetje për ty. Qa kemi, mami? Sa vjeç je? 11. 11. Solle një material, një këngë, si nga teksti, nga përmbajtja, ashtu edhe le të themi nga melodia, besoj shumë impenjative për moshën tënde. Ti e përballove shumë mirë, me atë dhimbjen për të cilën kishte nevojë ky material e të gjitha. Por, duhet vetëm të të përmuash një po sonte, absolutisht, sepse Po Elsa, fol Elsa! këndove shumë mirë. Ndonë se këngën nuk e njihja, ishte ere e parë që e dëgjoj. Bravo, sonte ke qenë fantastike. Faleminderit. Ti edhe sot me një fuqi, tregove një karakter skenik. Zëri jot ka një karakteristik vërtet shumë të veçantë. Potenca, fuqia e tij nuk, për mendimin tim, nuk ngelet tek notat e larta që ti kap, se sa tek potenca jote si zë karakteristik, pra ti si zë. Edhe për mua është i po sot. Suksese. Faleminderit. Edhe mu duk që e ke zgjedh një këngë shumë të vështirë për ta këndu, edhe pse përgëzime që ishte shqip, sepse në moshën tënde gjithë na vinë me këngë anglisht. Notat poshtë mu duke ma e pasigurt, notat lartë shumë e sigurt, edhe mendoj se aty fle zërit. Në fuqi, në potencë, në energji, edhe ndoshta një sugjerim i vogël, herën e ardhshme kur të vish me një këngë që flen në notat lartë atje, në atë energjinë e madhe që eksplodoi sonte nga ti. Edhe përgëzime për veshjen, po më pëlqen shumë. Faleminderit.
Luna, një këshill ke nga Xhaxhigoni. Si që ke emrin, aq shumë do ta ngresh dhe artin tënd të bukur, të këngës, ti do bësh një këngëtare madhe. Mbaje mend të shkruaje këtë ditën e sotme, se me të vërtet je talent. Faleminderit. Po. 4, zyshe në mbron mirë. Hajde Luna. Sukses e urime. Kjo është katra e parë që merr në jetë që të gëzon. 4 po. Çka ke? Siklet, emocione? Jo. Po sa të bukur e pas ke sy ti. Po sa të bukur. Faleminderit. Sukses e shumë. Faleminderit që. Mamin e ke sot të fikët. Nuk di, çka e ke për mamin I ke sot? ka pik dobut mamin dhe edhe unë lunën. E si po E, e bëj publike, do gëzohemi, çka unë ke? kam 3, po lunën e kam pak më Pik të dobët. se di pse. Po pse ha ta mendoj? Kemi kohë. Jam e mira. Edhe më modestja. Urime shumë. Je një Faleminderit. Herën tjetër duhet vi me emocione, se s'kishte emocione fare sot. Janë disa lloje emocionesh që pavarësisht sa e duket se shumë që nga mënyra se si lëvizte, se si marrë mikrofoni, se si shikon. Duart e ngushta, Absolutisht. ashtu. Bravo i qoftë që tentoj t'i mbulonte ama. Të gjithë kërkojnë të dinë sekretin, por ne prestigiatorët pikërisht këtë ruajmë. Përshëndetje, Përshëndetje. quhem Klesi Koxha, jam 16 vjeç dhe vi nga qyteti i Beratit. Mirë se erdhe. Faleminderit. Atëre unë jam prestigiator dhe për ju ka përgatitur diçka shumë të bukur që performohet nga afër dhe do afrohem tavolinën tuaj. Do letrat po I vendosim këtu. Atëre, këtu kam një pako me letra ku janë të gjitha letra të ndryshme, duket? Mund të thuash ku duash ti me I vend stop. Stop. Je e kënaqur apo do të vazhdoj? Kaq. Shikoj këtë letrën, tregoj edhe te kamera. Po mos flisni. Në rregull? Vendose prap këtu. Letrat e tjera I hedhim sipër. Kur trokasim gishtat, gjithmonë letrën e nxjerrim të parën. Po përveç kësaj, mund të thuash diku tjetër stop. Stop. Kastro çfarë mendon se është kjo letra e parë, e kuqe apo e zezë? E zez. Që nga e kuqe, por nuk humb gjithmonë. Është dyshi diamant I kuq. Mund të vendosësh pak dorën sipër dyshit këtu, pa e lëvizur. Dhe letrën të ndep këtu. Duket? Kur e ulim poshtë, gjithmonë me një trokitje gishtash e nxjerrim prap të parin. Por, në këtë rast e marrim fanin dhe këtu del dyshi. Ape qa kete dora dhe tregoje. No. Wow. Atëherë, me këto letrat, lutem pri ku duash dhe hapin tavolinë, do të them pri ku duash. Por e vetëm kësaj lexo fallti pritë një herë. Këtu, dhe këto tjerat I hedhim sipër. Okej. Tani, sa mendon sa fana janë në pako gjithsej? 4 zakonisht. 4. Po. Por qofse pres këtu, del fan, Po. kur trokas gishtat, ta afrojmë këtu dalin të gjitha letrat fan. Wow. She. Dalin të gjitha letrat. Os. Bravo. Me vete kam një pako tjetër me letra, ku të lutem mund t'i përzihesh në mënyrën më të mirë që ju dini. Shkartisi mirë Goni! Kam lozur dhe më kanë ngecur gjithmonë deri maç. E tani çfarë do nga unë të vazhdoj të bëj këto? Kur duash ti mi jep letrat? I përzjeve? Nesër se unë smërzit loj pensionista. Goni ka si të spije ato. Dhe I tregojmë te kamera që janë të gjitha letrat të ndryshme Po. dhe janë përzier të gjitha. Po.
Mund të thuash me një vend ku duash ti stop. Stop. Këtu? Po. Këtu apo do të vazhdoj? Ore, këtu. Shikoj këtë letrë, mua mos ma trego. Tregoj edhe publikut. Dhe po ta dorëzoj pakon dhe fute letrën në mes dhe përzi të gjitha letrat. Unë pa e parë. Hec s'na ka për poker. Bizgjozgju drejqita. Bizgjozgjia. Qenë kënë trysh kur kastre. Duket që nga dora. Atëherë, unë do t'jedh një sy letrave, por do t'i vendos në 4 grupe letrat. 2 3 edhe 4. Këtu janë 4 grupe me letra. Dhe i kthejmë në këtë pozicion. Të lutem. Edhe grupi i fundit. Pa. Atëherë, Kastro, ju që zgjodhet letrën, të lutem zgjidh një grup këtë duash ti nga këta. Kujt dëshiron t'ja japësh nga anëtarët e tjerë? Gonit patjetër. Okej, mund t'ja japësh Gonit, se pakon. Po jepja me që je. Po. Ty e shpenzime unë. Dhe mendose aty. Zgjidh një grup tjetër. Këtë. Mbaje vetë, mi që e ke këtu afër. Mbaje, në rregull. Janë 2 grupet e fundit, zgjidh dhe një tjetër. Këtë Adelinës, këtë Elcës. Rregull. Tani do na i bësh lek këto? Jo, tani i marrim të gjithë grupet në dorë dhe vendosni një letër në tavolinë në fillim. Ktheni kështu grupet. Ta kthejmë. Këtë pozicion, do të thënë, po, figura. Po, një letër në tavolinë përzjej. Edhe vendos një tjetër. Një tjetër akoma. Po, edhe ti. Si përzjej letrat. I përzjej. Po, përzjej dhe vendos një tjetër. Do të thënë si një lloj përzierje. Po. I përzjejmë përsëri. Po. Besoj. Kur të duash ti, pastaj të tjerat, letrat e tjera i di sipër. Po, vendosi njëra pas tjetrës, do me. Vendosa. Do më. Po, hidhi sa duash ti. Ti e vendos. Hidhi sipër këtyre. Rregull? Ja. Të gjitha duhet të vendosim. Po, të gjitha hidhi sipër pastaj, më pas, hidhi këtu sipër, si një lloj përzierje. Okej, rregull. Tani e qartë. Po. Ja. Dhe bashkoj këtu me këto tjerat. Rregull? Se më pëlqen kështu sikur ndajnë lek. Po, hidhi këtu më pas. I përzihet vet, unë nuk i preka letrat fare. Jo. Ju i përzihet letrat? Po. Do me thënë janë të gjitha letrat të ndryshme. Po. Po ja bëj edhe unë me këtë grupin. Ja. Jemi në rregull. Tani merrini të 4 grupet dhe hidhni këtu në mes nga lart sa letra dëshironi ju, kur doni ndaloni. Po? Nga sipër. Po, nga sipër i sa duash në tavolinë. Kaq. Kur duash ti ndalo. Dhe numëroj, poko? Ti numërojmë. Kanë letrat qodhe? Ta. Unë ndalova. Jo, në letrat që mbajte në dorë. Këto që mbajte në dorë, Po, numëro sa ke në tavolinë, një nga një. Jo, në tavolinë, një nga një. Numëroj kështu, 1, 2. Po. Numëroj dhe ti ju në tavolinë? Këto janë letrat e grupit tim. 11 sot. Po. 12 kam unë. 7 në. 7 ke në dorë? Po. Atëherë, po dhe Kastro, duhet kesh dhe ca në dorë ti, nuk duhet t'jedhësh gjitha në tavolinë, do me thënë. Mjep sa në dorë, pra, marrë dhe unë sa në dorë. Do me thënë, e ke pakon? Po. Dhe hidh këtu në tavolinë sa duash ti nga lartë. Numroj sa të ngelen në tavolinë në dorë, do me thënë? 7 letra, juve? 6, okej, juve? 7. Okej, priti numëroj dhe njërë unë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Këtu. Mund t'i numëroj pak? 10 ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letra. Atëherë, ishte dëshira juaj, hodhet sa letra të donit tu apo jo? Po. Mund t'i vini 1% sa përqind mendoni se letra jote mund të ndodhet te këto që hodhet ju? 74.8% themon. Varianti, kjo ka një ekuacion, jemi 25%. 25%. Atëherë, unë mendoj se letra aktualisht ndodhet në grupin tuaj. Po.
Dhe do ta bëj më të vështirë akoma dhe them se letra jote ndodhet te letra e parë e grupit tënd. Sa përqind mendon? 1. Mos mendo fare. Thuaj për herë të parë kush ishte letra juaj? 10 maç. Lutem hape letrën e parë dhe tregoje për publikun. Por jo vetëm kjo, po lutem hapeni dhe ju letrën e parë. 10. Lutem hapeni dhe ju letrën e parë. I del 10 dhe ju letrën e parë. Të parë. Të parën të këtu. Sipër. Sipër. Letrën e parë. Del 4 10. Dhe në këtë pakon që e kisha lënë gjatë gjithë kohës këtu, lutem mund ta kapi kamera. Këtu është i vizatuar një magjistar dhe ky fut dorën te kapelja avash avash dhe nga kapelja nxjerr një letër që është 10 maç. Bravo! Faleminderit. Bravo. Bravo. Wow. Bravo Kristeri. Bravo! Do I marrë këto letrat? Po. Po meri letra se flasim Venecien ne. Po. Po. Po filloj unë. Bota e magjistarve, ti i thua prestigjator, ju i thoni prestigjator. Më ka fascinu gjithmonë sepse nuk mund ta shpjegoj. Dhe kjo që bëre ti sonte ishte shumë e bukur dhe shumë e paspjegueshme, gjë që besoj se është qëllimi i këtij vokacionit tënd. Padyshim që për mua është një po. Faleminderit. Nga unë ke një 10 maç. Edhe unë u fascinova shumë nga prestigjyt, bëre gjëra shumë të bukura para syve tanë, por kam një kritik të vogël, që besoj ka lidhje edhe me moshën tënde të re, që magjia, ose si thua prestigjatori, lojën aktoriale duhet ta ketë patjetër brenda. Shkojnë bashkë ato, mendoj me njëra tjetrën. Gjë që për mendimin tim ty të mungon të pak. Loja aktoriale, marrëdhënia, shkathësia, me publikun e kështu, me radhë. Por, unë do të them po sonte, sepse bëre vërtet gjëra shumë të bukura. Faleminderit. Ty mendoj që duhet të vinë natyrshëm, e gjitha i pellgu, berat, poliçan, skrapar, është mbajtur gjithmonë si një zonë me plot energji dhe aq më tepër, unë kujtoj që i vogël kur shkoja te Tezja Halla, që shkoshim tek Zerdileja për shembull. Ishte njëra që ishte edhe si gjys magjistare, gjys kështu të yshte. Dhe shifja një rresht me të gjatë me graqit si karatierët e burrave, kryesisht për të lënë alkolin, po kjo është tjetër muhabet. Për ta lidhur me beratin që ti vjen. Numri më pëlqeu, shumë interesant, nga mua një po, jap kurioz ç'do bësh nëse do të kesh një radhë tjetër. Bravo. Më shiko në sy, po mos më ndaj syt. Po. Se edo jam prestigjator. Do më dëgjosh zërin, po me sy do lexosh përgjigjen. E kupton pyetjen? Do më dëgjosh zërin, por me sy do lexosh përgjigjen. Po. Unë të them me zë jo. Ti me sy ç'a lexon? Po. Si e gjeti? Ua! Magjistari tjetri. Sa e bukur ishte kjo. Faleminderit. Shumë faleminderit. Bravo. Akrobacia për mua nuk është vetëm një sport, as lëvizje, por është mënyra se si unë e shpreh forcën time. Unë quhem zymrit të lësoj. Këtë që do bëj sot e kam sa për nxemje, shihemi në fazat e tjera. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess.
Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ke bërë disa përthyerje sonte që më dhimbte mua duke u përthyer ti, nuk e di. Fantastike, mua më pëlqeve shumë. Faleminderit. Një kontorsioniste e vërtet. Edhe për mua sonte është një po. Doja të të pyesja vetëm se çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh. Mjekë. Mos e thuaj tani, e thuaj herës tjetër. Jo, për ta menduar se kam menduar akoma, por që do vazhdoj si zysh akrobacia, po. Okej, suksese. Faleminderit. Pëlqeve në tërësi, të qeshin syt, të qesh trupi, je kënaqur me çfarë bën. Nuk po do lëm disa fjale për tjerët, po dhe nga mua, shumë mirë. Shumë faleminderit. Edhe mua më pëlqeve shumë. Si që tha Elsa, ato përthyerjet në ngrin gjakun. Qka të mungon, si mbas mendimit tim, është pak gjallëri. Pak ta përjetosh performancën. Na dhurosh edhe neve emocion që ajo që po bën është e veçantë. Okej. Energjia. Po, nga unë e ke po, sepse teknikisht je shumë rregull. Faleminderit. Unë nuk e di pse për shkak të muzikës që ishte ndoshta mund të kombinohej, kjo është sikur po bëj shefin tani, të kombinohej me ndonjë element të kërcimit për të ruajtur ritmin, sepse elementët që luaje, interpretoje, po t'i shkruaja në momentet veçanta, më duket sikur s'kishin lidhje me ritmin dhe me muzikën. Muzika kishte ritëm, kishte tjetër atmosferë, kurse kërcimi yt kishte linear në atë mënyrën tënde, pra nuk ka lidhje me ekzekutimin tënd. Më kupto drejt, kjo është një shija ime. Po. Faleminderit. Bravo. Faleminderit. Mirë ndjeve. Do I përmirësojmë që na thënë? Po, muzikën do ta zgjedhin vetë Muzika bukur ose do ta zgjedhin zyra do të gjojnë. Po. Që të bëjmë? Unë e ha gjithmonë që ta dini dhe kur nuk kam faj. Po sa gjona do lashtin këtë botë. Mua më kanë thënë që e kam zërin shumë unik. Kështu më kanë thënë. Dhe kam ardhur sot nga Prizreni për të treguar talentin tim në Albania's Got Talent. Pak kam emocione. Është shumë e vështirë kjo këngë. Shumë e vështirë. Super. Të janë jo të guxim shumë po. Solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I give my all to have just one more night with you. I risk my life to feel your body next to mine. 'Cause I can't go on living in the memory of a song. I give my all for your love tonight. Baby, can you feel me? Imagine me, I'm looking in your eyes. I can see you clearly, vividly emblazoned in my mind. And you're just so far, like a distant star I'm wishing on tonight. I give my all to have just one more night with you. I risk my life to feel your body next to mine. 'Cause I can't go on living in the memory of a song. I give my all for your love
të gjithë dëshirën, vullnetin e mirë, me gjithë atë që t'i rezaton mua në mënyrë të drejtë për drejtë, më jep një lloj fisnikërie, më jep një lloj urtësie që me shumë mundësi kjo justifikon fakti që ti vjen nga Prizreni, një ndër epiqendrat e asaj që është gjeneze e kombit ton. Megjithatë, unë do të këshilloja që të gjesh pasione të tjera. Sot nuk më binde. Kishte momente që ndoshta do t'i shpjegojnë gocat më mirë. Më vjen keq nga mua një jo sot, si që kuptua. Edhe mua më vjen shumë keq që do t'jetë një jo nga ana ime për ty sonte. Ndoshta një material shumë tepër i vështirë për kordat e tua. Mariah Carey është një këngëtare me një teknik prej alieni, do të thoja. Dhe shumë e vështirë për t'imituar melizmat e saj vokale, shtrirjen e saj vokale, të tjerë, gjë që ti u mundove ta bëje sonte, por pa shumë rezultate. Kështu që unë të uroj suksese për jetën tënde, për çdo gjë të bësh në të ardhmen, por muzika nuk besoj se është e ardhmja juaj. Faleminderit. Për mua është një jo, natyrisht. Arsyeja pse nuk shtypa butonin e kuq është se kam shumë respekt për guximin. Ti ke marrë një këngë që është jashtëzakonisht e vështirë për të interpretu, shumë e vështirë për të. Ndoshta me një këngë tjetër do t'i bëje vetes nder më shumë. Gjithsesi, unë e konsideroj që ke brum, sepse në fillim ishe shumë e mirë. I marrë parasysh edhe emocionet, edhe skena që i sjell, edhe ne që jemi përballë e të shikojmë edhe publikun edhe gjitha. Prandaj për hir të kësaj, edhe për hir të guximit tënd, nga unë një po, mirë po, me kusht që herën tjetër të shkëlqesh. Ne të katërt që jemi këtu, asnjëri nuk ka në dorë fatin e jetës tënde. Ne mi antar jurie, vlerësojmë sipas mënyrës tonë, gjithmonë nëpërmjet këndvështrimit, kështu siç i shkojmë gjërat, kushdo që del në skenë, absolutisht që i ka sytë tanë, impenjimin tonë dhe çdo gjë tjetër. Tani, për sa i takon këngës tënde, ishte një prezantim, unë e vura re që nga elementet teknik, mënyrës interpretimit dhe këngës një këngë e vështirë. Pra, të dalësh për herë të parë në një skenë, gjën e parë fare duhet të rrokësh publikun. Duhet ta kënaqësh publikun. Në qoftë se flasim për ne antarët, unë për shembull, unë e shijoj muzikën, aq sa këndoj, unë amator, me fjalë e shijoj edhe dua që pse gjithë kjo vajzë për mua ke zë, unë nuk them dot që e ardhmja jote s'është muzika, puno se do arrish. Por ti nga Prizreni, unë nga Tepelena. Pse mos këndosh një këngë shqip dhe unë ta shijoj si Tepelenas? Mund ta me këndu me... Një këngë shqip. Okej. Këngë shqip, a kapela si i thon, apo ke me shoqërim? Në një kështu ka, pra t'japim një mundësi vajzës sepse ka një gjë. Në qoftë se rrugëtimi yt nuk ka hapësirë përpara, priten vetë rrugët. Unë kam dëshirë që t'jap edhe një mundësi tjetër. Faleminderit shumë. Pa të prekur, pa të folur, pa të par. Unë lutesha për ty, të më kishe ti në zemër sa to pak. Dhe sa herë që më takonte, vetëm më emociononte, ishte si një ndër që shikoja rrë. Sepse mua s'më përkiste, ajo ëndër që po shduke i dal nga dal. Si një shitike, në çdo pikë më brisje, a e mba mend, i këti sike, dhe në zemër kishe, akoma të. Si një shitike,
shqetëson, të më duket se përkëndon pa qef. E fillon mirë dhe vje pastaj. Po pikërisht pra, se është një gjë kur ti jep edhe rëndësinë vetes apo të skena. Realisht dole në një lloj tjetër muzike, unë përsëri tek ajo se kam dëgjuar dhe stërdëgjuar shumë herë. Unë do të dal tek ajo që ti i ke mundësit për mua dhe unë t'jap një po. Faleminderit shumë. Nuk mund të trigjem dot, edhe nga mua një jo. Suksese. Më vjen keq, po është e njëjta gjë për mua. Realisht 2-2 është një 4. Shtes, po jo ose ka. dëgjoj, penaltin e ta gjuaj publiku. Hajde publiku! Publiku! Kalove. Faleminderit. Të gjithë konkurrentët në Albinës Got Talent na kanë mësuar dhe na kanë treguar se sa rëndësishme është që të ushtrojmë, sa e rëndësishme është praktikohemi, ndonjëherë shumë rëndësishme edhe të pushojmë, të bëjmë një lloj pauze, një pushim të shkurtër. Ka ardhur momenti për të shkëputur pak, për të falendëruar ata që mundësojnë dhe mbështesin këtë edicion të dytë të Albinës Got Talent. Faleminderit Ujit Qafshtama, që është gjithmonë kranesh. Ne rikthehemi në skenën e talenteve në ekranin e Vision Plus. Vetëm pas pak. Ne quhemi Plastiket. Unë jam Ajla dhe unë jam Luna. Ne sot jemi dy flutura mbi një lule.
Seksioni jota Adelina. Po presim Adelina. Jenë mbulona drejtori. Dita, se e dita. Ka këtë kërkoj, janë dy. Si quhen këto dy engjëj? Si quhen e? Unë jam Isajla. Unë jam Luna. Dhe vini nga? Nga shtëpia. Nga shtëpia. Përqyet shumë zbritët si dy engjëj në skenë. Hyrët shumë qetësisht si flutura duke prekur për zgjedhja muzikore që kishit bërë, ishte si unë si që imagjinoj në muzikën e parojsës. E keni bërë jo, apo e ka bërë Zysha, apo dikush tjetër nuk e di. Dhe pas gjithë atyre akrobacive që bët, që ishin shumë të vështira, dhe ju në asnjë moment nuk e humbët koordinimin, gjatë gjithë kohët kishit buzëqeshje. Dhe kjo është shumë e bukur, shumë e bukur. Po! Faleminderit. Në ndryshim nga Adelina, me që kështë imagjinatën në parajsën, unë nuk e di pse ju shikoja si dy mjelma, në një liqen, me të gjitha llojet e ushtrimeve aq bukur dhe zgjedhja dhe forma e ushtrimit, në këtë rast të takon një bravo dhe pedagogut apo pedagoges tuaj, kush punon me ju, bravo, por dhe ju e për disiplinë e lartë dhe mbi gjitha dhe për unitetin ose unifikimin e lojës, pra ishit sinkron shumë e përqeva shijova dhe unë nuk besoj se mund të kem dy zgjidhje, se vetëm po më del nga goja për ju. Faleminderit. Në mbrëma vajzat e bukura, edhe për mua është një po e madhe, sepse për mua ishit si dy gonxhe të vogla, që duke kërcyer e duke bërë kontorsionet tuaja, sikur po qelnit avash deri në Doli që kjo ka qenë në kopësht me imagjinat. Eksakt, unë isha në kopësht, për mua janë dy gonxhe. Bache, eksakt. Të veshura shumë bukur, të sakta në të gjitha lëvizjet që bët, të koordinuara, kolona sonore shumë e bukur, fabula, që na sollët, ashtu se që perceptova unë shumë e bukur, një po e madhe, bravo vajzat e vogla. Faleminderit. Ju i përkisni një brezi të cilën sociologët e kanë quajtur si murtaja e pasioneve. Që do të thotë, kryesisht ky brezi juaj nuk po gjen apo nuk ka dëshira dhe pasione që t'i kultivoj. Në rastin tuaj, duket qartë që nuk është rasti tipik i një nëne dhe një babai, që merr gocën dhe për të plotësuar kohën apo për ta shtyr kohën e çon random në kurse dhe për ta kaluar një ditë më shumë. Ishte një punë shumë profesionale, ishte një punë shumë serioze, ishte një punë që për mua është një po pa diskutim. Faleminderit. Pati! Bravo. Shumë suksese. Tani, ma hapësh ma një trëndafil, se kam për t'ja dhuruar dikujt këtu. Gjaxhi bumistit. Pash me internet audicionit Albania's Got Talent dhe vendosa të marrë pjesë. Punoj në kuzhinë, por ëndra ime që i vogël ka qenë muzika. Muzika për mua është një seri emocionesh dhe mënyra më e bukur për të komunikuar me publikun. All'improvviso sei volata via, lasciando indietro una nuvoletta. Almeno meritavo una bugia, o che so, almeno l'ultima sigaretta. Siamo due fiori cresciuti male sul ciglio della tangenziale, all'ombra di un ospedale.
Te l'ho già detto una volta, mi ricordavi il mare, gli occhiali di mia madre, le 4 del mattino, le Winston Blues mezzate, le facce come zombe, gli altri mentre dormo, cazzo di zanzare. E non è colpa mia se tutta questa luce non ti illumina più dentro casa mia. E non è colpa tua se tutti questi destri al muro non ci fanno ritornare a quei momenti lì, a quei momenti lì, a quei momenti lì. Faleminderit. Bravo. Si quhesh? Bledi, Nga vjen? nga Italia. Okay. Piacere. Më pëlqeve shumë, ishe i sigurt që nga fillimi, Faleminderit. ke një prezencë skenike shumë të mirë, që mu më pëlqeu shumë. Kënga ishte shumë bukur e interpretuar prej fillimit deri në fund, po saqerisht pjesa ritmike që unë për vete e çmoj shumë, dhe për mua ka lënë. Faleminderit shumë. Bledi, natyrisht nuk po e gjykoj si specialist, por ke një zë tëndi natyral, sepse këndove i impostuar. Është një gjetje jotja ky impostimi, apo ke në mendje dikë edhe... Kur këndoj, domethënë, mendoj... Ke një zë të kthjellë, të pastër, diksioni po ashtu. Këngën e kishe të impostuar, si të mu kur imitoja unë Aleksandr Gjokën. Pra, impostohem, fyt, qire me tjera. Pra, ishe shumë korrekt, shumë grot, në atë më shijoj, kisha ko pa dëgjuar muzikë italiane, të në vërtetën, dhe e doja këtë si e ke si zgjedhje, këndon gjatë, do të kështu, apo thjesht një këngë dikë? Po, kështu këndoj unë, po. Kështu këndon? Po. Mua më pëlqeve. Okej, në rregull. Faleminderit. Bledi, e cilit këngëtar është kjo këngë? Gazelle. Gazelle, okej. Mos kërkove pak të këndoje si Gazelle? Jo. Jo, ke dhe një version tëndi. Ai ka tjetër mënyrë. Okej, ti ke dhe një version tëndi, Po. se nuk e njoh këtë këngë të Gazelle, dhe... Do të ndëgjosh edhe... E kuptoj. Unë po t'i jap një po sonte, sepse më pëlqeu mënyra pak kantautorale jotja të Faleminderit shumë, faleminderit. Do të thotë që me mënyrën se ti këndove, mua më ndeze kuriozitetin për të dëgjuar edhe një herë tjetër në një material tjetër. Mund ta dëgjojmë edhe sot ne. Edhe sot mund ta dëgjojmë, pse jo, Goni? Ledi, ndonjë këngë tjetër? Po, në fal Castro. No, s'ka. I fundi do i vësh vulën, po. Bledi, diçka tjetër. Ultimo. Ultimo. Okej. Resto ma non riesco, parlo di qualcosa ma non parlo, contraddico tutto ciò che tocco, il mondo è un posto grande ma non troppo, che tanto poi mi basta solo un secondo e come nulla fosse ci ritorno, in quel posto tanto atteso quanto una parola se non parlo, ti vorrei, ma ti prego come eri prima, con la faccia da bambina. E ti vorrei, ma ti prego come eri prima, con la faccia di chi sta in fila e distratto aspetta il turno, pensando che poi tanto arriva.
e tu occupavi un posto troppo grande. E certo adesso è strano non parlarne di quella casa che avevamo in mente, lontano dalla strada in mezzo al verde. Ti ricordi avevi sempre freddo, e anche io ma non te l'ho mai ammesso, perché la nostra storia in queste cose, in ciò che non si dice ma rimane. Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'eri prima, con la faccia da bambina. Ah, e ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'era prima, con la faccia di chi sta in fila e distratto aspetta il turno, pensando che poi tanto ridi. Thoni që të doni, po ka ndjenjë brenda. Sentimiento. Që këtë sentimiento aty. Hajde, bravo, jepini po, hajde po, si, po. Qasja jote deri në kufit e arrogancës në sken, pra tregon një siguri tëndën, kjo më intrigon edhe më pëlqen. Nga ana tjetër, shtrirja jote vokale nuk do të guxohet tosha që është e limituar, por që ka nevojë që të klasifikohet dhe të punohet gjatë gjithë kohës. S'kam bërë shkollë muzike. E qartë, u kuptua. Është një po nga ato të mijat me altësi. Faleminderit. Sukses. Faleminderit. Mbas ekzibicionit të dytë, edhe imja është një po me shumë sforco, sepse e ndjeve vetë se si këndove herë në dytë. Edhe unë prisja pak shpërthime, prisja një rritje, por qëndroj tek ajo që thash më parë që më intrigon ai karakteri e kanta autoral. Pak emocioni, ku di unë... Je pak tek stili Giovanotit, që pa shpërthime lartë. Pa shpërthime. Ishte në ato kufi. Në momentin që shpërtheve, se po bëjmë analizë në interpretimin, patja televizjen intonative... Shumë të një goditje. E mori veten, ka lëvizje të bukura. Ai është karakter, është këngëtar karakteri. Dhe gjej një këngë shumë më të bukur, sepse gara është e fortë. Faleminderit. Ja dole? Me pak sforco. Po nuk në interesojnë shumë sforco, në interesojnë në marrë ato pot. Ose ato sit. Isha pak emocionuar, por ja dola, jam i lumtur, i knaqur. Për fazën tjetër, nëse do shihemi, unë sugjeroj një këngë që e njohin të gjithë, që ti rrëmbesh zemrat të gjithëve. Si mendon? Suksese. Faleminderit. Ku është qyteti Argentina? Argentina, këtë. E ide ka në kokë gjithë botën. Gjitha hartat e shteteve, me kënd kufizohen, flamojt. Më thojmë që jam gjeni për gjeografi. Sa herë ndodhë që më duhet të dalë në skenën e Albania's Got Talent me fëmijë talentuar, na kap një siklet, se ti kupton se sa shumë gjëra nuk di, sa pak informacione ke ndonjëherë dhe sa blof mund të dalësh me informacionet. Por zonja e zotrinj, ju prezantoj me Eit Krasniqin, mirë se vjen Albania's Got Talent. Dëgjoj, do ulem pak me ty, se kemi pak muhabet për të bërë, për të treguar pak njerëzve talentin tënd. Edhe pse je shumë i vogël, ti ke këtë aftësinë për të mbajtur mend të gjitha flamujt e të gjitha shteteve të globit, por jo vetëm kaq. Edhe ti di me cilat shtete kufizohen shtete të ndryshme. Do të thënë ti di çdo gjë rreth gjeografisë është ideja. Po kur ka lindur ky pasioni yt për të mësuar këto gjëra? Ka interesuar të mësoj të gjithë shtetet në botë. Okej. Po të ka bërë babi një glob, babi ose mamit, ke bler një hartë, si ka filluar? Njële e kam mësuar prej YouTube-ës, për tani babi ma ka bler një glob, tani kam njësër një mësu prej ati. Shumë mirë. Ne për të treguar gjithë që jemi njëshat e kësaj pune, së bashku me Regjin kemi përgatitur një tabel, do të shohim disa flamuj
ti nuk i di normalisht se çfarë kemi përgatitur. Ne kemi zgjedhur disa prej tyre për të kuptuar këtë talentin tënd. Në rregull, ecim me të parën. Cili shteti përket? Mozambikut. Mozambikut. E konfirmojmë? Sakt! Nisja e mbar, gjysma e punës, shkojmë me flamurin e dytë. Kujt i përket? Danimarkës. Danimarkës. Shkojmë te Danimarka. E sakt! 2 në dorë, 2 në xhep i themi ne këtej. Shkojmë tek flamuri i tretë. Shojmë kujt i përket? Turkmenistanit. Turkmenistanit. Ta shohim e konfirmojmë. Turkmenistani dhe është e saktë. Bravo. Ecim me flamurin tjetër. Meksika. Meksika e ka interesant. Meksika flamurin. Meksika është e saktë, do të shohim flamurin tjetër të radhës. Po ecim mirë, bravo. Japonis. Japonia, kjo është e thjeshtë. Po për të qenë transparent presim dhe konfirmimin, bravo. Na kanë mbetur 3. Kujt i përket ky flamuri këtu? Tonga. Kujt? Tongës. Tonga, Republika e Tongos. Shumë mirë dhe i tani. Na kanë mbetur 2. Flamuri para fundit, kujt i përket? Malitzi. E konfirmojmë që është Malitzi. Patjetër. Edhe flamurin e fundit që është ky këtu. Kujt i përket? Taiwanit. Duk si Nassau. Bravo. Tani mua më duk sikur ti nuk u lodhe fare. Me thënë këtë ishin të thjeshta, a? Po. Tani për ta bërë këtë performancën tonë komplete dhe për të treguar njerëzve që ne gjeografinë e kemi vjetë që kur kemi lindur, do të shohim edhe disa harta me mese. Harta me mese është harta e shtetit, pa e treguar se cili është shteti për të kuptuar cilit i përket dhe me cilat shtete kufizohet pikërisht shteti i parë për shumë që do nisim neve. Cili shteti përket kjo harta? Argentinës. I sigurt? E konfirmojmë Argentina. Argentina me cilat shtete kufizohet? Me Kilen, me Bolovin, me Paraguayin, me Brazilin dhe me Uruguayin. Po, sa shumë shtete konfirmojmë pak që ta kemi të saktë. Ja, po janë Kili, Bolivi, Paraguay, Brazil, Uruguay. Në rregull? Po. Në rregull. Ecim me hartën e dytë, shohim cilit shteti përket harta e dytë. Lëm pas Argentinën edhe shkojmë tek shteti i dytë. Sa e çuditshme kjo? Egjiptës. Egjipti? Je sigurt? E konfirmojmë me regjin? Egjipti e saktë. Me cilat shtete kufizohet Egjipti? Me Sudanin, Libin, Izraelin dhe Palestinin. Ja e konfirmojmë. Libi, Sudan, Izrael, Palestinë. Bravo. Pas Egjiptit shohim shtrada e kësaj harte këtu. I Kinës. Kjo është Kina? Je sigurt duke se jo? Po? Okej. Por fiqem t'ja bëj pak më të vështirë, po jo, i di. Kina, me cilat shtete kufizohet? Me Koren me Veriore, Mongolin, Rusin, Kazakstanin, Kyrgyzstanin, Tadzhikistanin, Afganistanin, Pakistanin, Indin, Bhutanin, Nepalin, Myanmarin, Vietnamit, Tajlandit dhe që. Edhe që, edhe këto. Ja ku i kemi gjitha këto që e iti sa po na tha. Shumë mirë, bravo të qoftë. Do ecim pak në hartat? Ecim pak, se kjo është e shumë e thjeshtë. Cili shteti përket kjo? Kyrgyzstanit. Kyrgyzstanit, ta shohim pak? Kyrgyzstani, po. Qa shtetesh ka afër? Kina, Kazakstani, Uzbekistani, Tadzhikistani. Të gjitha me Kyrgyzstanin në fund. Të gjitha këto, ja ku e kemi. Apo lodhesh pak? Pak. Po e lodhi pak, po na vjen shumë mirë. E di pse dua ta theksoj këtë fakt, se ta din njerëzit që nuk është e lehtë të mbash mend gjithë këto gjëra. Kemi këtë shtetin këtu. Korea Jugore. Kjo është Korea Jugore. Ja ku e kemi Korea Jugore. Elsa? Mamma mia.
Korea Jugore me kë kufizohet? Me Korean Veriore. Okej, kaq. E konfirmojmë, Korea e Veriut. Bravo të qoftë. Kemi dhe këtë? Me Moldovia. Moldova. I kemi në gjitha gjuhët, jo vetëm i themi në gjitha gjuhët. Moldavia është kjo? Moldavia kufizohet me? Me Romanin dhe Ukrainën. Okej, në rregull. Bravo. Ja ku e konfirmojmë, miq, unë nuk kam më mosh të rri qullur, se po ndeta nuk qohem më. Bravo. Kemi dhe këtë hartë që ditë. Norvegjia është kjo, e konfirmojmë, bravo. Norvegjia, qa ka afër? Suedin edhe Finlandën. Okej. Edhe Rusin. E ka dhe Rusin, na shpëtoj vetëm Rusia, po s'ka gjë. Jashtëzakonisht. Nëse e lodhe djalin, e lodhe. Portugalia është shteti bukur. Ti s'ke qenë ndonjëherë kam përshtypje. Me kë kufizohet Portugalia? Vetëm me Spanjën. Vetëm me Spanjën. Po ty Spanja të pëlqen, unë e di. Se kur kam folur me babin tënd më tha që Spanja të pëlqen shumë. A është Spanja një ndër vendet ku ti do të shkoje për shembull? Po. Okej, ku ke qenë deri tani? Në Francë dhe Turqi. Në Francë dhe në Turqi. E ke kërkuar vetë apo të kanë çuar të shtëpisë? Shtëpisë kam përshtypjen. Po dëgjoj, do i themi pak nga këtu në televizor se i ka bicikleti ata. Ti tregojmë ku do të shkosh në udhimin e radhës, se po e tham në televizor ata detyrohen që ta bëjnë. Ku do të shkosh ti? Në Spanjë dhe Amerikë. Dhe në Amerikë. Zdin të veçtit, po në siklet edhe të vënë. Po ti, si që ke talentin e madh, ke edhe gjithë jetën përpara për të vizituar gjitha vendet e botës. Mua më çudit ky brez i ri që ka kaq shumë informacion dhe kaq shumë dëshirë për të mësuar gjëra. Ne edhe kur i mësonim në shkollë të detyruar me zi. Unë jam shumë e impresionuar nga ty. Je një fenomen, ke një memorje fantastike dhe një memorje vizuale, që janë dy lloj memorjesh të ndryshme. Por përpara se unë të jap pon time, doja të bëja dhe unë një pyetje për një shtet dhe kufinjtë e ti. Je gati? Ta dëgjojmë. Unë doja të dija se me cilat shtete kufizon Belize. Beliza, me Meksikën, Guatemalën dhe Hondurën. Bravo, shumë saktë. Bravo. Se qa menduat, se ne bëjmë kot? E pa besushme, për mua është një po e madhe. Okej. Bravo, bravo, bravo. Iko një po. Adelin? Ejt, tlumt që po merësh me gjeografi, tlumt, je shumë i mirë, je shumë i menqëm, je djallë, shumë i menqëm, vetë vazhdo, kështu prej me e ke një po. Dy po. Castro? Pa tjetër, do të bëj dhe unë një pyetje kështu me gjëja? Pa tjetër, jemi të hapur, ne s'kemi frikë. Do thuaj me kë kufizohet Guinea, një Guinea e re. Guinea e re me kë kufizohet? Guinea kufizohet me Guinea Bissau, me Malin, me Senegalin, me Ka gjë. A më anglisht me thunë? Po, edhe anglisht. Po, quhet anglisht. Sierra Leone dhe Liberia. Bravo. Okej, shikon. Është vërtet impresionueshme. Shikoni? Dhe Ivory Coast. Sorry se e harruam. Unë do të bëj një pyetje, ti je super talent, po këtë që do të bëj një pyetje ti nuk do përgjigjesh dot. Me çfarë shtetesh rrethohet Tepelena? Ta themon të përgjigjem unë se nga Tepelena janë vetë, nga asnjë se është komplet kontinent më vete. Ka lidhje me asnjë. Na mbytët të pa. Je si u dorëzua me të. Je super talent, bravo. Po. Ndej Xhaxhigoni. Tani Castro kufizohet nga Elsa, Elsa kufizohet nga Castro dhe nga Adelina, Adelina kufizohet nga Elsa dhe Xhaxhigoni, Xhaxhigoni kufizohet nga Adelina.
dhe nuk jeni keq. Jeni shumë mirë. Jemi keq. I përshëndesim. Në pafshim. Hajde ikim edhe. Bravo! Goni, këto të dyja kanë marrëdhënie bilaterale, ne jemi teke. Ti ke ome Adelinën në... Keni pas mjap ju dy. Keni pas. Çfarë mbrëmje, pa dashur të heq asgjë nga entuziazmi. Do ju kujtoj se duke qenë se jemi vend shqiponjash, këtë lidhjen me Shqiponjën e kemi goxhat veçantë. Jo më kot edhe Golden Eagle që ndodhet edhe në tavolinën e juris na shërben për t'i dhënë energji të gjitha mbrëmjeve të sënave në ekranin e Vision Plus, në Albania's Got Talent. Faleminderit Golden Eagle për mbështetjen që jep këtij edicioni të dytë. Shkëputemi vetëm pak fare, edhe rikthehemi me Kastron, me Elsën, me Adelinën, me Gonin dhe me konkurrentët e mbetur në këtë fazë. Kthehemi pas pak. Që në moshën 3 vjeçare kam prekur baterinë për herë të parë. Luaj gjithashtu piano dhe kitar, por bateria është instrumenti që unë dua më shumë. Më pëlqen më shumë të luaj rock, por edhe rrymat të tjera që kanë melodi, ritëm dhe mesazh të bukur. Është hera parë që konkurroj solo në një skenë, por më pris në gjysmën finale me një super performancë. Let
Bravo! 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 Shumë faleminderit. Barbrezi. Kush je, si quhesh? Quhem Roan, jam 13 vjeç, vi nga Tirana. Lumturia më e madhe, ose një ndër momentet e mia më të mëdha që shijoj pafund gjatë mbrëmjeve të Got Talent janë pikërisht këto momente. Mendoj që edhe orientim, nuk e di pse të shoh një baterist në jazz and blues pas sa vitesh, nuk e di sa pasion e ke. Për moshën, staturën, vetbesimin, qëndrimin skenik, për mua shumë mirë dhe një po e madhe. Faleminderit. Unë jam shumë e lumtur që të pash ty sonte në këtë skenë, që i bie baterist me kaq shumë energji, me kaq shumë pasion, me kaq shumë profesionalizëm për moshën tënde, sa që jam e lumtur që po rritet një brez bateristësh në Shqipëri, për mua si muzikante, sepse ne këngëtarët kemi shumë nevojë për ju. Për mua një po e madhe. Faleminderit. Solle një energji shumë të mirë sonte këtu. Ishe fantastik. Në kalimen gjitha, teknikisht s'po flasim, besoj që e di që ishte shumë mirë. Më trego sa të ka marrë kohë me ushtru kjo pjesë? Këtë pjesë në fakt unë e dija, sepse e kam bërë, e kam ushtruar shumë madje. Diku tek një javë. Wow, bravo, po, nga unë një po. Faleminderit. Ron, unë të vlerësoj për vetë me një kusht, unë dua të jemi të barabartë për balë njeri tjetri. I që i duar të andesë, s'ti merë njeri shkopinjë. Që do me thonë, bravo. Bravo, bravo. Po. Faleminderit. Bravo. Si shkoj? Shumë mirë. Mirë? Po. Më lodhe? Ja, haj. Po pak duhet me djersa, po është djersa e suksesit. Bravo. Na kena ardhur në Albanian's Got Talent me tregu se Shkodra ka talent. Hello, my name is Beyonce. Catch my fly and my cocky fresh. Bounce. 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 Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nice a girl you be never ever heard of. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nice a girl you be never heard of. Okay. Fuck that shit up, Zen. Stick on the beat to go. Stick on the beat to go. Rat-tat-tat. Stick on the beat to go. Stick on the beat to go. Rat-tat-tat.
mbrëma. E kujt është kpuca? Mirë mbrëma. Ju jeni? Si quheni? Teuta Dance Studio. Nga vini? Nga Shkodra. Jem shumë e sinqert. Në fillim e pata përshtypjen që ju kanë sjell me zor këtu. Posaçërisht ju tri gjatat, se vogla i jipte emocione, jipte energji, jipte pasion. Pastaj kur ka lutë në reggaeton, sikur unë gjallët pak, dhe pastaj u zhduket prap. Gjithsesi unë e mendoj që meritoni edhe një herë t'jeni me ne, kështu që një po gjysmake që thot Castro. Ska gjë, ajtë në pëmpon. Mirë mbrëma vajza. Mirë mbrëma. Edhe nga unë një po me paterica, sepse përveç energjisë tuaj të mirë, si vajza të vogla të bukura që jeni, impenjimit sepse ishte stërvitur, besoj e patë edhe vetë që patë disa gabime të vogla gjatë ekzekutimit, përveç edhe disa mikroincidente, sepse ti më duket se humbe kpucën, apo jo? Atlete. Ajo ishte gjetje. Ishte gjetja, po, pjesë e koreografisë, sigurisht. Kështu që një po me shumë ndihma. Faleminderit. Në kohën time plus minus moshën tuaj, fillim të 90-tat, pasioni i madh që kisha për muzikën, në atë kohë finalizoi duke krijuar një grup. Edhe unë kështu e kam nisur. Jam një njeri që ka ardhur në një grup që quhet Two Farm. Por para këtij grupit unë e kam nisur pak e din me break dance apo me kërcim hip hop apo kontemporan. Unë Tam Brama e kemi qenë një brez cilët zvarriteshim edhe bëheshim. Tani juve tek secila prej jush individualisht un pash potencial individualisht në karakteret përkatësisht në atë që ju bët. Ndërsa nuk pash një simbios të plot të katra ju me njëra tjetrën. Tani, kjo është për arsye se ju jeni zënë, 2 me 2 nuk flasin. Apo, ku e diun, keni një probleme me njëra tjetrën para se të... Jo, jeni çdo gjë në rregull. Individualisht secila, pra nga mua sot keni një po, secila prej jush po. Ndërsa, për të bërë një po të plot të katërta ju, unë do vazhdoj të them që është një po me aftësi. Por një po. Faleminderit. Sa fat dhe sa bukur që jeni në një realitet që keni një ëndra dhe pasione të bukura, edhe ky kërcimi pavarësisht nga oscilacionet në interpretim në lojë. Unë e di mirë fare që ju përsini gjithë energjin, ashtu sikur se tha Castro, secila në mënyrën e vet, biles më vjen mirë të them që edhe atletja që u rrëzua i Kudolimian pati kontribut. Pra ju të katërta dhe atletja 5, po! Faleminderit. Bravo. Bravo, Goca, bravo. Kemi një të mërzitur këtu. Pse u mërzite? Ha? Nga bova. Po pse? Kushe pa? Si natyrë jam një person energjik, po ashtu edhe në shumë raste jam shumë ekstremist. Në Albania Got Talent kam ardhur për të provuar veten. Unë e di që mbase nuk mund të jem i mirë, por gjithsesi pres shumë nga vetja ime. Juria ndonjëherë më duket shumë e rrep. Rreptësia ndonjëherë është edhe niveli i, le të themi, i gjërave të drejtë për drejta që tregojnë ato. Si jeni, unë jam Ran Spa, jam 14 vjeç, edhe këtu vi për këngë, vi nga Tirana. Suksese. Shumë i bukur, vazhdo. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day.
Më pëlqen. Është origjinal. Bariton, a? Bariton. Well, I got down on my knees and I pretended to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Super version, shumë bukur. California dreaming on such a winter's day. 14 vjeç. Më pëlqen. Kusha e Kalinin, shumë mirë edhe mua. California dream, California dream, California dream, California dream, California dream, California dream. All the lips are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. If I didn't tell her I could live today. California dreaming on such a winter's day. California dreaming on such a winter's day. Bravo! Aruana, nuk e di me kë ke punuar, dhe nuk e di pse e 14 vjeç, sepse ti je një zotrus i jashtëzakonshëm i skenës, i publikut, i emocioneve, i interpretove për mua, nuk e di çfarë do të thënë king. Ha? Një king sot në Albania's Got Talent. Shumë faleminderit. Dhe ky e ti je. Ke një dhuratë të madhe që të ka dhonë Zoti, zërin bariton, duke se është shumë i rrallë te qunat, te burrat, e tjera, dhe e ke kuruar me shumë dashni, si që mujta me pa nga interpretimi. Ishte interpretim fantastik. Faleminderit. Nga unë gjithsesi një po. Faleminderit. Ke një mënyrë të kënduarit të mërësisht origjinale. Je shumë origjinal, si hedh frazat, shumë emotive. Mua ma bëre mishin kokër, ma emocionove frazë mbas fraze deri në fund. Dhe unë do të thoja përveç pos, që sa po të dalësh nga kjo sken tani, të shkosh në një studio urgjentisht dhe të na regjistrosh një këngë të re për gjithë ne shqiptarët, që ta dëgjojmë në radio se je fantastik. Bravo. Faleminderit. Që të këndosh bukur, duhet që t'jesh edhe të kesh akumuluar shumë kulturë muzikore. Për 14 vjeç që je, dukesh sikur kam përballë një fonotek të madhe të një muzike të kultivuar shumë mirë. Kjo pastaj pasqyrohet dhe me atë që bëre dhe me variantin që ti solle, që ishte totalisht ndryshe, mënyra, lulet, se si ti e zotroi mikrofonin, prezencën tënde në sken, një po e madhe dhe nga unë. Faleminderit. Bravo! Si shkojnë? Shumë mirë. Shumë mirë. Po. Si që prisnim? Normal, kam besim vetë. Ajo është një ndër gjërat më të mira. Shumë bukur. Çfarë do themi më shumë se kaq? Asgjë. Asgjë, ik. Unë jam lindur në sken, po rritem dhe do të vazhdoj të rritem. Skena është shtëpia ime dytë. Albania's Got Talent është një eksperiencë, përgjegjësi dhe super emocion. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eiza Hoxha, jam 16, EIZA. Eiza Hoxha. Jam 16 vjeç, nxënëse në gjimnazin Qemal Stafa, por vin nga qyteti i bukur i Roskovecit. Oh, sa mirë.
Dhe me qënë se Rafaela Teroskoveci, duke ardhur sot për këtu, takoj një shoqen time. Hemi Ize, na po vjetet time, pse bredhaq? Po shkoj të Albania's Got Talent, se jam sot për konkurim. I the ti? Po, unë i thash. Më tha mua, do konkurot shtime. Po më brit shumë atjetime se do të shofi të Ruskoveci televizor me. Po që do besh atjetime, ati s'dime, ditë këndoshti? Nuk di unë, po ja të regoj tani, di apo nuk di të këndoj? Bravo Iza. Hajde njerë. Bravo Iza. Këmbët s'mëndaj, sa fort kumpi, druj se po vdes, pa dashuri. Qdo kot po të shok për shafu e meta, si s'pate pak më shirë, me mla në ko ma të mirë, kur qitha ty t'i dash, prej ka kjo pa besi, se puthje harami ke bak. Kur qitha ty t'i dash, prej ka kjo pa besi, se puthje harami ke bak. Kuptoj për që ka ardhur, eksaktësisht. Qdo got po të shot për shafu e meta, si s'pate pak më shirë, me mla në ko ma të mirë, kur qitha ty t'i dash, prej ka kjo pa besi, se puthje harami ke bak. Më shoqe, si tu duk? Ja, shtu mu duk, po provoj njëna një gjë tjetër se për kengë pam sa djetë beje. Nuk ben për kengë, Jo, po ashtu më tha jo. Tha jo, Më thanë, për kengë nuk ben, më tha mua. Jo. E di qa i thash? Qa i theme? Me qenë se s'beka mu për kengë, thash hajtë se po e provoj njërë me të kërcyër. Na me, Fol me shoqen. Po tani si ju duka unë asaj. E di qa përgjigjem ktheu mua jo? Eze, motre. Më mirë sa digjenerohesh vetë. Na marrësh më qatën e Roskovecin, më mirë lere fare. Edhe... A gjeloze? Tani se di, kështu më tha. Lere fare. Pa ke shoqe të ngushti këtë? Po jo, e takova aty rrugës. O pse kështu i takon rrugës i quan shoqe?
Ne njihemi të gjithë. E po më ka kemë, po qa. Bëjo tendën diçka. Unë e pyeta, i thash qa të bej. Tha, më ik fare, kështu që... Po ne qa të bëjmë tashi? Të flas. Të flasme, qa të bëjmë? Të ti bere, të tëra i bere, po ne qa të bëjmë tashi? Të tëra dhe ne. Neve të bëjmë i lemsh. Jo, unë them të marim shoqem telefon. Tani unë mendin asaj do të si ambusha. Ju jam bushni dot? Do të plasi ty. Bravo, Eza. Dhe jo, ti e paske nga këto që ta merë kalana vash na brënda. Nga anash. Anë. Ti qeke si kur ha syltjashin që ha në anot një fillim për shtes për syltjashët ti. Unë do i them asaj shoqes që ti sonte... Ti do është asaj shoqes që kjo shoqja E shoqes, sa qysh e ashu dhe. Dhe them shoqes si shoqja është më bukur. Gjota shi, tani ti mbarojmë, e mbarova po do vazhdosh? Pa motra, ti lande nga jeta ma. E mbarova. Po, mendimin ja mora saj e osma dha edhe unë erdha këtu të pyesja juve. Në rregull. Si t'ja bëj Mogoni? Po falme. Ti japu njërë. Jep me drejtim, jep. Mirë, po japim njërë. Digjo. Tani, për te shakave, ty, me sa duket, të pëlqen në përgjithësi që të rish të qëndrosh në sken edhe të bësh gjëra në sken. Të prezentosh, të aktorosh, të bësh pak humor, të kërcesh, të këndosh. Këto janë elemente të gjithë që mund të përmblidhen për shembull në një musical. Me qënë se ti paka shumë i ke këto, një kabare, po, pse jo? Kështu që për mua është një po, sepse ti mund të kesh shumë bukur një të ardhme në këtë lloj profilizimi. Faleminderit. Thoj shoqes që Elsa Lila tha që je në rregull. Po na ndjek na ajo, po shikon mirë, ta di mendimin tuaj. Shumë mirë, i bëjmë të falë atëre. Eza, komplimente e emrin, edhe ata që ta ka vendosur, po ti gjitha që do e mbash gjithë jetën. Ti në rasti konkret je ekstrakti mirë nga jo hinka e qytetit Roskovecet dhe nga mua një poso. Faleminderit. Eza, shëtite lule aktrove, prezentove, hyre me shumë vetë besim në skenë, mu më pëlqeve të kënga, kjeme sinqerë, dhe te vallëzimi, ishte shumë i bukur, shumë fine, shumë... Si Esmeralda e vogël në gjanë, si tek Notre Dame. Notre Dame, po, shumë. Sorry, atë. Jo, më stani. Mu duke shumë, ne i themi andej nga Kosova, elegante. Kishe një graciozitet që unë e qmoj shumë. Nga unë një po. Shumë faleminderit. Eza, natyrshëm ti takon më shumë profilit tim, për të folur më me kompetencë, të themi, dhe sa kolegët e mi të juris. Që ti këndon është pasuri, që ti kërcen, përsëri ky është një element që pasuron karakterin tënd artistik. Dhe pjesën më të dobët kishe aktrimin. Në momenti kur shpërndahesh, tek njëra, te tjetra, realisht ne duam të vlerësojmë për atë që është. Dhe unë mendoj që ti bazën dhe themelin duhet kishe aktrimin. Dhe në përmjet aktrimit, ti bënde këtë, se ajo Elsa të shikoj një musical, unë thash në një kabaret. Pra, elementët i ke shumë të bukur për të qenë një aktore kabaretin e, sëse e 16 vjeç. Pra, unë dhe të thosha që nga të 3 elementët, aktrimin e kishe më të dobët. Dëgjon shumë mirë, dhe kjo është e rëndësishme, pra është një element cilin do pasorosh. Unë nuk e di çfarë do sjellësh herës tjetër, po të duhet me të vërtet punë që të na arrivisht dinjitoze ashtu sigur se duhet. Besoj se gjitha këto që thash ti e kuptove që unë do të tjetër do të ta bëj shefin. Po, jo qefin mos ma bëj, do të më kënaqësh artistikisht. Do Bravo. ju kënaq të gjithëve. Bravo. Do ta shikoni. Faleminderit. Me këtë të vardrokitje shumë të madhe, ne përshëndesim dhe falenderojmë
të gjithë konkurentët e edicionit të dytë të Albania's Got Talent. Kjo është një duartërkitje që shkon për ata që guxuan dhe unë gjitën në këtë skenë duke mposhtur çdo lloj frike, emocioni, sikleti, apo ndonjëherë edhe kompleksi për dalë përpara një publiku shqiptar në të gjitha krevat shqipfolse, kudo anë kënd globit, dhe kjo është një trimëri që duhet përshëndetur e vlerësuar. Por miq, kemi ardhur në përfundim të një faze shumë të rëndësishme, siç ishin audicionet. Tani më për jurin ton gara vështirësohet, ky format i vë përpara disa zgjedhjeve që kanë qenë edhe më të vështira se sa të thonit po, të thonit jo, të shtypurit të butonit kuq, apo dhe të zgjedhjes së Golden Buzzerit në këtë edicion të dytë të Albania's Got Talent. Kështu që është momenti, juri e nderuar dhe ju publik i dashur për ta kuptuar, të zgjedhim gjysmëfinalistët e këtij edicioni të dytë. Dhe siç e do patenta Got Talent, siç e do formati, ky është një moment i cili përcillet nga gjithë përmes ekranit Vision Plus, por do dhe një lloj qetësie, po them, edhe do një lloj intimiteti, aq sa mund të kesh intimitet me kamerat. Me një duartërkitje shumë të madhe për ju, publik i dashur, ftojmë publikun të largohet për t'i lënë këtë moment vendimtar, juri son të nderuar. Faleminderit publikut për duartërkitjet dhe për prezencën sonte. Shkëputemi, rikthehemi në këtë moment shumë emocionues në Albania's Got Talent, në këtë skenë, në ekranin e Vision Plus. Qëndroni aty, kthehemi pas pak. Ky është një nga momentet më vendimtar në këtë edicion të Albania's Got Talent. Në duar kam jo pak. Kam plot 147 fotografi të konkurrentëve që kanë ardhur dhe janë përzgjedhur për të qenë pjesë e Albania's Got Talent edicioni 2, nga të gjitha fazat paraprake të audicioneve që produksioni ka zhvilluar, dhe më në fund kemi mbritur në atë moment nga ku duhet zgjedhim. Dhe kur themi ne, e kam fjalën juria, asaj i takon ky moment kaq i vështirë, gjysmëfinalistët e Albania's Got Talent 2. Kështu që unë e di që ju do të bëni më të mirën, po vi aty në mes gocave, për t'i shpërndarë. Shikoni pak se sa shumë janë, sa e vështirë bëhet zgjedhja në këtë fazë të Got Talent. Vërtet shumë e vështirë. Dhe është një moment nga ku edhe memoria duhet luaj një prej roleve më interesante, decizive, vendimtare, sepse do duhet rikthehemi së bashku me publikun që kanë ndjekur gjitha audicionet. Edhe shumë disiplina, instrument, muzik, për shembull, Çuna Goca. Po. Fantastik. Fantastik. Pa. Më thënë, patjetër. Frymor, kultur, bukur. Absolutisht po. I kush, komplet i kush. Jo. Do ta eliminojmë, po. Tani ku do t'i vendosim ata që kalojmë? Nuk ka rëndësi, ne ja i vendosim. Okej. Kemi edhe miqtan nga Turqia, në sa. Po, si mendoni, Goni? Me gëzeshë. Derim Pehlivan. Do më thënë një këngë e bukur turqisht mirë, për mua shkon. E di, sa më bëhet qefi që e kaloni Derine, sepse kam mësuar edhe 2-3 fjalë turqisht unë, kështu që kam mundësi ti përsërisë edhe në gjysmëfinale. Po bëni nder dhe mua. Do vish edhe ti në gjysmëfinale. Ku e ke foton time? Po, patjetër. Se s'bën. Pa diskutim. Pa, patjetër. Beatboxing nga Kosova. Çunat nga Prishtina. Më pëlqen shumë. Unë them të vendosim, zotria, jo, beso. Karakteristik për jo. Karakteristik, si me tonë, vajza, Briselda, që kishte një shtrirje shumë të madhe, shumë interesante, si të duket. Me një fuqit fantastike. Kasro, me ndonë. Për në opera, po. është tamam, ajo është. Edhe unë jam. Okej, jemi këtu. Punonte edhe me një... Kemi edhe këtë vajzën që modestisht për erdhi vokalisht shumë mirë. Mua nuk më pëlqen as mu. Mua më pëlqen. Mua jo. Mua teja më pëlqen. Mua jo. Mua pëlqen. Edhe mua më pëlqen, Goni. Jemi 2-2. Që fuqia e burrave? Çfarë fuqia e burrave po? E lëm njerë për në fund.
Mua nuk më bindi fare. Grupi Teuta? Çfarë kemi me dy mendje, i vendosim në një cep dhe i rikthehemi se diskutimet do të jenë gjata sot. Po. Patjetër. Mua më pëlqen shumë. Po. Patjetër, këtu do t'i lëm këtu me një mendje, si mendoni? Apo jo, po do t'i heqim. Duke qenë që unë ndërkohë po ndaj grupet e valleve, po i vënë në një anë edhe pastaj po zgjedhim se janë shumë me thënë të drejtën. Shumë mirë, super. Më ndihmon pak atë me disa. Po. Bëjmë një lloj përzgjedhje. Por tu shikoj që ke edhe një personazh që ne e ka fshehur. Ai ke fshehur. Jo, bëj shaka. Okej. Rohan Spao, ky se më mend çfarë, ky shumë i talentuar. Fantastik, fantastik. Po. Fantastik. Po. Më pëlqeu shumë. Michael, bateristi. Michael, yes. Michael po. Patjetër. E mbani mend atë gocën? Po, e mbaj mend. Mua nuk më bindi që tinte dhe të vallëzonte, të këndonte. Mua më ngjarë interesant, është si një one man show bërë. Mes kësaj dhe kësaj, unë votoj për këtë. Edhe unë. Midis njërës dhe tjetrës. Mirë, unë s'pes kualifiko për Mirë, talon njerë. Edhe Ambrës. Unë kam vetëm një pyetje. Unë votoj për Ambrën. Le Anash. Për çfarë vendosi Castro? Jo. Castro si mendon? Ato dy... Jo, nuk jam shumë. Cili është pirgu me foto që nuk kualifikohen? Ktej, okej. Që të kem dhe unë një ide e kësaj unë ndjek. Po, kjo më pëlqeu shumë. Mua më pëlqejnë populloret, nuk e di si... Edhe mua, unë e kuaj kontribut. Tek populloret, a mund të shtoj dhe një konkurent, një grup konkurent tjetër që duhet përshtirëson pak punën? Unë jam edhe unë jam. Shumë të mirë. Ishin, po. Kemi djalin nga Italia. Jo, u bëra pishman që i thash po, po, u bëra shumë pishman më parë, kënga e dytë ishte shumë me stonuar, ishte shumë i dobët dhe automatikisht. Mi marrë vesh, Mik, dhe kështë shumë i mirë, unë e kisha kaluar edhe këtë për gjysmëfinale. Nuk e di. Mos harroni që shqiptaria është shumë e madhe dhe një ose i tjetër duhet kujdeseni për të talentet e kudo vinë. Po, kjo është e vërtet. Unë mendoj që kjo është e vërtet, a kemi pas beatbox më të mirë. Si mendon Goni? Për beatbox. Po, shumë i mirë ishte. Shumë i mirë ishte. Më pëlqen shumë sistemimi që bën Elsa tamam si sekretare e devotshme. Këtu jemi këto mos e ngatroni me këto, Kemi përzgjedhjen, kemi kaluar. Jemi Qopë 16 Po, ti po Gratecari. Unë i mjeri Shdeshe A ishtë Fantastriti. Elsa është Fantastriti. Unë për atë që mbajmë më të mirë, sepse realisht kemi të bëjmë një bagazh shumë të madh, disa i mbajmë, disa si mbajmë. Ndërkohë dashumiq ne kemi plot 147 konkurrent për diskutuar, për të rikthyer në kujdesën tonë se çfarë solla në skenën e Albania's Got Talent, kështu që një gjë është e sigurt, do të jetë një mbrëmje e gjatë për jurinë e Albania's Got Talent për të vendosur dhe për dalë në konkluzion se ne i lëm në diskutimet e tyre, shihemi të hënën tjetër me gjysmë finalen e parë të Albania's Got Talent, me gjysmë finalistët e parë, punë të mbar juri e dashur, unë po iki, pafshi ëndra të bukura, edhe shihemi. Asarova, me titra poshtë në ekran, do të mësoni edhe ju se cilët do t'jenë emrat të gjysmë finalistëve të Albania's Got Talent. Natën.